Mirëmëngjes. Atëherë shihemi në vlogun e radhës ku po nisemi për udhtim. Do t'ja u tregoj më vonë sepse tani kemi porositur taksin. Jam bërë gati. Edhe shihemi. Ja sa u futëm edhe u kam shpresoj që të Signor passeggeri, se viene the Wizard Malta με destinazione Euroberger. Budem parti në vendin me kodin 700 vogla shpinë. Ja dhe rrallë që do presim. Përshëndetje nga unë me bijama, sa kemi arritur në Nuremberg. Në fakt jemi në një zonë të Nurembergut. Edhe hapo për të filmuar, për të treguar jam me nipin edhe nipi po. Edhe unë të dua shumë një. Se po filmoj tezja, mirë vazhdote. Edhe siç po thosha, e hapa domethënë për të treguar që arritëm. Arritëm pak me vonesë sepse kishte shumë erë të fortë dhe kishte mjegull edhe na lemër pilotëve që mos përhapni panik, por kishte shumë erë të fortë. Edhe është vënuar gati 1 orë ca. Se jam në nipit. Është vënuar gati 1 orë ca dhe më kapi shumë paniku te ankthi në fakt. Sepse ikte sa ndikte avioni dhe i ra 2-3 herë pistës për të ullur dhe nuk ulte për shkak të erës, por gjithsesi shoqëra arritëm të thoshë mirë, siç e pat çik të mëdha që kanë filmuar, kishte shumë radhë. Kemi pritur mbi gjysore radhë sepse kishte pafund njerëz. Po nesër rëndësi ka që mbaruam punë. Qetësohet se po filmoj. Dhe tani do t'i tregoj këtë paku që do t'i bëj një unboxing të lezetshëm me telefon. Që më kishte ardhur në fakt, që kisha porositur nga faqja Fashionet. Por do t'i bëj një unboxing fillimisht me telefon dhe pastaj do t'ja bëj me aparat. Kështu do ta hapim sërish kamerën. Atëherë bëra dhe video në Instagram. Si shpi? Zoj se sapet. Ja se ta tregoj unë pastaj. Hape aty te pjesa aty. Ja 1 sekond, më falni. Ja shpirt. Shtypet tjetër. Po, shtypen mes. Jo, shtypen mes, ka që se me zëke. Se tani këtu del super. Bëje video 1 sekond sa ta bëj tezja videon. Falni. Shtype këtë dhe ta tregoj pastaj. Shtype bëjnë një video tjetër. Atëherë se del shumë mirë ndriçimi këtu, sa aty isha keq fare. E bëra dhe video për Instagram, tani do t'ja u tregoj juve. E kam shqyr pak pjesën, në fakt më ka hapur edhe mosha. Atëherë e porosita nga kjo faqe Fashionet. Vjen komplet me certifikata e blerjes. Vjen në paketimin kështu. Unë e kam shqyr pak, nesër. E hapim dhe janë super bukura. Edhe një që më del në mbrapa, atëherë mora Versace, janë brand super luxos, shumë të bukura. 1 sekond, lutem shpirt sa ta bëj videon mirë. Ta bëj pak video? Po. Mirë. Atëherë janë brendi Versace's, që më pëlqejnë shumë, janë fiksi që deja unë vazhdo t'i bëj video në ty. Atëherë vijë në paketim super. Më pëlqen shumë edhe ndriçimi. Atëherë janë të hapura, domethënë ja kam hequr komplet qeset tansore të syzeve. Dhe janë këtë modeli rose dhe janë shumë qetësuese, i provova. Janë super shumë bukura. Vinë me këtë skeletin kështu.
ansore dhe amperl. Tani ti vendosim edhe në sy, dhe këtu do t'i mbaj si sytë e ballit, i kapa dhe me super çmim. Ja, janë kështu, janë fix për kokën small. Perfekte. Me dy gjitha kartat e Versace's edhe kjo këtu. Ke fokus. Dhe kemi fshirësen e xhamave. Kemi dhe i kësofshim edhe të shihemi për pak se tani unë do qetësohem dhe lej fytyrën në ndërrim dhe me nipe siç e shihni duke bërë video me telefonin tim këtu edhe nuk po më lë mua të filmoj do vëmendje, kështu që shihemi sërish. Mirëmëngjesi, unë kam një gjysore që jam çuar edhe të shoh të bëj për të ngrënë. Se të shpis shkuan për të quar nipin kopësht. Unë jam këtu vetëm në pushim për momentin. Ora është 8:30. Ora për të hapur për t'ju përshëndetur, di fjeta pak herët me të drejtën. Mos rrigjumi fjeta bashkë me nipin. Edhe sot do qova herët. Nuk është kemi bërë një plan për sonte, por të shohim si që do bëjmë. Ndoshta dalim këtë në lagj, ose mund dalim në qendër. Nuk e di. Por gjithsesi do t'ju informoj për çfarë do gjëja. Këtë pse është më shëtëruar pak fytyra, por që do shoh që të një krem këtej. Për 1-2 akne që më ka dalë dhe mirë natëruar. Por që do gjëja të t'informoj, do jemi bashkë. Kështu që ditë e parë në qoftë. Ju përshëndes. Ja dhe make-upin e bëm, dhe pse na është atëruar pak fytyra, nuk e di më për prap me puçra. Bëm një dush, domethënë bëra make-upin, tani do thej kokën, do kra flokët edhe të bëjmë gati. Ju tregoj prap përsëri, pastaj make-upi është super, përdora gjithë produktet e motrës. Një dy që kisha marrë vetëm i kishën thyrë, kisha marrë një dy gjëra dhe më thëmë më kishën thyrë kompletë do blashin e fentit, se kështu i hedhin valigjet, edhe më ishte bërë cop-cop. Edhe përdora pudrën e Estée Lauder, lyva dhe vetlat pas shumë kohë, se kisha kopa i lyrë në fakt. Po që më pëlqeka shumë, pudra e Estée Lauderit, si më rika, edhe më kam bullu goxha, sepse kam goxha të atëruar fytyrën, nuk e di pse. Nuk e di. Dhe pëlqen shumë. Tani do ikim në thejmë kokën. Dhe shqimi pasaj sepse do dalim. Ciao! Sa po dollëm. Koha që ka shumë e bukur. Unë kam veshur një gjaket motrës që e kam modeluar vete, ka stiluar. Edhe jam munduar të kombinohem. U krefa, u lyva edhe ora është 11 e ca, tani do marrim djalin në kopshtin ose do pim kafen e mëngjesit. Super kohë. Super. Ja dhe unë inaugurova syze, i bura. Super fare. Më pëlqej shumë. Super. Tani po i ki marrim nipin në kopshtit.
Shohim si ka ndënjur. Zemra nonës. Që ka këti? Më letë mua të filmoj? Atër pas një gjiro që bëm këte në për lagjet të Gjermanisë, palimësia shkrevati, kam gjetur një kënd që të filmoj tani, shkrevati qunit, do të tregoj se çfarë bleva pas një gjumë derri dhe kam fjetur në divan me make-up dhe akoma s'ka ikur, më pëlqej ka shumë kjo pudra e Estée Lauderit. Ja vleka, atër do të tregoj se çfarë bleva. Isha të Müller dhe bleva disa gjëra. Së pari bleva të burin që do ta provoj, që është e mirë, është bashkë. Që të të lejo të mirë, më vonë normale. Bleva një tonë, se në më të shpejgjen më lirë. Bleva të L'Orealit, Platinum. Mora një sponge. Më pëlqen që i ndroj dhe i diku sponget. Mora këtë blashin e kësaj firme që nuk e di se si është, për do ta klikoj, më asa Magic Finish. Dhe u dukte shumë i bukur. Mora këtë Push Up Lip Gloss që ishte me mentol dhe më duke se ti frymë buzët, ishte shumë e bukur në nuancën Rosewood Light. E kap fokusi. Bleva një pas dëmbësh që e përdorem në shumë e mirë. Bleva këtë serum që përdora sot dhe të vazhdoj ta përdor, do jap review-t prap të kësaj firme që është për çapikët, sepse gjam janë dëmtuar nga që i kam bërë. Bleva këtë batistat vogël mini. Bleva 2 për concealer. Dhe bleva dhe këtë të Manhattan. Se dhe këtë që kam përdorë mu që më ka ngellin vetëm këtë konturi, këtu ishte shumë e mirë, ishte e Manhattan, që e përdora nga motra dhe më pëlqeu super. Bleva këtë këtu të Manhattan në shade, nuk e di që ka. Nejse, I love Rose. E ka këtu. Dhe kështu, këto bleva unë, ka kushtuan dikute 60 euro, paka shumë, që nuk ose i llogarita fix. Tani do përdor që këtë. Ka përdor këtu në kamer. Do më thëmë të isha një nuancë tjetër në fakt. Kur të isha një nuancë tjetër, por që atë s'po e gjeja. Edhe mora këtë, po dhe kjo ishte shumë bukur. Super. Do ta klikoj këtë linjën në internet, sepse se kisha klikuar një njerë, nuk dhe se kisha të gjuar një njerë në fakt. Ja. Se dhja të t'jafi lip plumping, nuk e di. E djek pak. Dhe nëse detik. Lip plumping. është me mentol. Djek pak, e shumë. Do t'i rregulloj pak më shumë, por që mirë. Dhe kështu make-upet akoma nuk kam blerë, se normalisht do shkoja në Douglas, por që motra qëlloj që ishte në punë sot, edhe nesër është prap në punë, edhe normalisht kur shkon ande, do t'jesh pushim që ditën që ta marrësh ditën tënde, por që sot dolem te hëngrëm pim. Hëngrëm një ëmbëlsirë, gjysmën hëngrëm fakt.
Ishte e mirë. Ngrëm drekën edhe kështu si që thash, kjo ishte dita sotme, nesër nuk e di si që planesh kemi, tani do dalim me Gjunin, jam unë mami dhe Gjunin, që do dalim tek parku. Motra është në punë dhe babi ka dalë me dëndrin. Të shjemi më vonë, do filmoj pak, do adhe të shjoj gjën, por që do filmoj dhe do i tregoj gjëra shumë të bukura. Me zi presë shkoj në qendër, të bëj një blerje të rëndësishme, të bukur, dhe kështu. Nice. Estee Lauder ka qëndruar perfekt në fytyrë, por nuk e di pse mua fytyra më shëtëruar dhe më ka krijuar një të puça sërisht. Nuk e di pse. Nëse shihemi, ndoshta pak më vonë. Tonga një bë. Ja, inshallah nuk hyn dhomët. Zhule. Si në shtëpi time të dëgjoj Coldplay, Paradise. Relax. Morning nga dita tjetër. Sot është shumë ftohtë dhe shkoj vranët, është 13 gradë. Dhe kemi vesh një hundi, pantallona dhe kam marrë çantën e vogël të ujit. Do shkojmë në Franken Center. Kështu që shihemi më vonë. Ciao. Sira. Ka ftohtë. Ka shumë ftohtë. Është fresko, është 12 gradë. 12 gradë, po, me shallë. Arritëm në shtëpi, ndërkohë ora është duke shkuar 5 dhe unë po filmoja ketrin. Jemi lodhur në Franken Center dhe kam marrë gjithë ato lekë që doja t'rregoj në shtëpi. Edhe jemi bërë telef realisht. Tani po kthehemi. Super telef. Atëherë e hapa sërish kamerën. Është dark. Kam filmuar vetëm pamje dhe nuk është se kam folur shumë. Do të tregoj vetëm disa blerje që bleva te Teddy. Pleva këtë varsën për çantën, që ishte me akullore, bërë vetëm €1, ishte shumë e lezetshme. Pleva këtë që e vëm mbrapa telefonit, edhe këtë e pleva për €1, kështu kot. Pleva më tepër zbukurime për ditëlindje, por do të tregoj vetëm disa. Pleva këtë që do ngjiten, pleva 2 si këto. Pleva këto nuk e di se si janë. Do ngjiten ato jo. Leva të dhumate dhe këshu. Vatëm në McDonald's, hangrëm cerzhule. Edhe kaq. Jemi shumë të lodhur, koha ishte shumë vap.
para ditësh është super bapur, mora një xhaket që e mbajtë në dorë, koca e mora në fakt. Tani ishte pak freskët, por ishte ngrohtë, ishte goxha ngrohtë. Kaluam shumë mirë, kjo ishte dita e sotme, besoj që do mbyll ditën e sotme, do të hap sërish nesër kamerën sepse nesër normalisht do kemi gjëra më të bukura. Edhe me shumë mundësi të shkojmë nga Furthi, ku ka Tek Max, edhe Douglas dhe ka të gjitha rituale që do bëj blerjet e mia dhe ta mbyll me blerjet e mia sepse çfarë nuk kam ditëlindjen dhe do jem këtu deri të dielën. Kështu që do bëj disa foto për ditëlindjen, shpresoj që të më dalin të bukura. Edhe kështu, shifemi nesër. Tash të hapsha që t'ju sqaroja pak a shumë se çfarë bëm edhe shifemi nesër. Ciao. Ja dhe përfundimi i make-upit, kam dalë në balkon tani. Po ashtu ta çike vranët dhe ka dhënë përshtysh si mos t'jeri shik. Kjo është make-upi i përfunduar. Si u duket? Plakot si kam kërru akoma, thjesht që i thava që parë. Si kam rregullu akoma, më pëlqen shumë. Tani do bëjmë gati, do vishemi dhe do dalim. Përshëndetje nga modeli im i ri flokëve që janë prerë me makinë. Kjo baluke e kam që keq, të baluke më duhet ta rregulloj se këtë e kam më mirë këtej. Kemi ardhur te fusha futbollit këtu. Dolëm pak, kam veshur xhup të madh sepse është pak freskët, kam veshur bluzë nga HM-ja, çantën e re të Karl Lagerfeld që akoma se u kam prezantuar, por do t'ja prezantoj sot në darkë se dje nuk bëra fare film. Desh ta ndërpreja nga bateria, edhe siç po thosha super relax këtu. Qetësi, do relaksohemi, do ulemi pak, unë dola me biçiklet, por nuk pata mund të filmoja, biçikleta ishte kunati dhe ishte shumë e lartë, edhe me se kam zbritur, edhe kam i për sepse jam mësuar me timen, dhe kështu, shihemi më vonë. Gocat e mamit, njëna më e bukur se tjetra. Po. E mbyllon. Po kapa jo. Hajde tani të ardhur te kamera. Hajde ti kiso. Nge ta shtyp. Jemi në fyrt.
Dhe unë pa jam shumë e uritur, pa sikur s'kam ngrënë, pa një brecel me djath. Pastaj pashkaj do shkoj te dyqanet e mia, te dashurit e mia. Tani më ndaluar pak se keni përdor. Na bëf të mirë. Ka fillu një super erë me plurë dhe na futur gjithë këto në sy. Edhe po pjeshi edhe futemi në një qendër tregtare tani, ndërkohë nuk e di ku të shkoj, po na ka zënë super shive e madhe. Jemi bërë çfarë të them që ja u zoti. E ka dhënë për shi sot edhe nesër. A jemi të TK Maxi tu pa për roba, po s'po më pëlqejnë shumë. Për çfarë po shefte? U vetëm këtë mora për momente. Na falni për sotjenat. Ja dhe brek këtu. Cute kjo David Jones shefe. Cutie. Love Moschino. Zu wenig. Ja. 177,80. Ja, u vesh në sytë për bukë. Po, dhe disi po drite. Përshëndetje nga dita tjetër, dita e ditëlindjes time 24 maj, edhe ora shënon ora 1. Kemi dalë këtu te parku, unë nuk ju kam treguar akoma Blerit që kam bërë, por e kam shijuar si moment. Roni, hajde këtu! Hajde këtu, mosum! Edhe një piqikën ndej, unë sa hap kamerën, nuk kam mundësi të më thë. Jemi veshur sot me pink, bëra qik meditation në pemë, por shumë pak, sepse Niki nuk na lë. Kam prerë dhe flokët, si që në fakt do ta hedh te pjesa e flokut në preogunate. Edhe më pëlqejnë shumë si kanë marrë, super. Nuk është se jam prerë shkëlqyeshur, por jam prerë mirë. Super. Atëherë tani po relaksohemi qik, super fare. Edhe pasi do festojmë ditëlindjen, do edhe ca foto shumë të bukura që si kam bërë. Do bëhe super foto me dekorin që ja kam treguar, ka dalë shumë i bukur. I blem te Tedi kur ishim edhe dolën zbukurime as 12 euro, diçka e tillë, të gjitha. Ishën shumë të lira, por që ja vlejtën. Dhe kështu chill. Do ikim në bicikletë. Hajde, duat të kapim e Do ikim bashkë me bicikletë. po, të dy. Ti kishe unë. Ti do i... Edhe unë të dua shumë. Të kam zemër.